ansambleve. Kush është këngëtarja më e mirë përveç Miranda Ashanit në estradë sot që ti e në gjën më qef? Po tash janë shumë. Tash Ja, po do me mba viral prapa, po. Jo, ideja është kush është një këngëtare që ti sot e kishe një apo e një gjën më qef në makinën tënde, përveç vetes. Jo, vetën nuk e ndëgjoj. Se një gjën asjerë vetën. Se jo? Vetën e ndëgjoj vetëm atër kur e bëj një këngë të re, e ndëgjoj nëse duhet me përmirësu diçka, për ndryshe... Vetën se një gjën asjerë? Jo, se ndëgjoj. Shumë interesant. Jo. E ndëgjoj, a e din kur? Kur shkoj dikun edhe i vejnë këngët e mija. Okej. Do më thonë prej vetës nuk e lëshën këngën tonë asjerë? Jo, asnjëherë. Këtë gjën, cilën kolegët... Kryesisht unë ndëgjoj muzikë ambientale, mundësisht ose nga që çdo fundjavë gati unë jam dikun dhe këndoj dhe dua me pushu veshi me muzikë qetë, kështu që po di edhe fare mos ndëgjoj muzikë. E çfarë ndjenje ke nëse ndëgjoni këngën tanë? Nuk të pëlqen? Jo, më pëlqen, si jo. E pse se një gjën, mos i të pëlqen? Edhe me krenari me ndëgju në ashtë? Jo, ato jo. Jo, se ndëgjoj ashtu. Cilën shoqe e një gjën, pra? Cilën kolege e një gjën në qofës një gjën vetën? Këngë të kuja një gjën makinën tënde? Jo, në makinën teme nuk ndëgjoj, zakonisht... Të shtëpia, dikun ku dëgjon muzikë ti që... Me kënaqësi e ndëgjoj për shembull Hafsa Zyberi, e ndëgjoj Emina Asimin, e ndëgjoj Fitnet e Rexhën, Vaçe Zelën, këngët e Nexhmijës, do të thonë unë zakonisht i ndëgjoj sepse shumë i kam përshpir këngët e vjetra, serenatat. Kështu që kjo është që ndëgjoj ma shumë. Sipas teje, kush është numër 1 i historisë shqiptare për muzikë? Prej të kalumes, unë mendoj që është Vaçe Zela dhe Nexhmije Pagarusha. Bot e dy këngëtarëve që nuk besoj se do të vinë ndonjëherë zona të tillë në skenën shqiptare. Pastaj është Merita Alilit, që ne kom dëgju shumë, Parashevi Simakun, Irma Libovën, Emina Asimi të Kosovës, e shumë të tjerë. Selami Kolonjën e ndëgjoj me kënaqësi, Shkëlzenje Tishin. Janë këta këngëtarë që ndoshta edhe kom nis karrierën me këngët e tyne, edhe gjithmonë më ka pëlqyer kënga e vjetër. A i njeh personalisht të gjithë këta këngëtarë që sot janë gjenerata jotja që janë në treg? A i njeh personalisht? Po, shumicën i njoh. Më të vjetrit, këta të rit, jo edhe shumë pa. Po, më të vjetrit. Ndoshta edhe s'na lidh